Bashkëshortja e tashme artistit të ndjershëm Pat Kasapi, Selvia Jao, i ka bërë një dedikim motrës së tij. Kjo me rastin e një ceremonie ku thot fjalë më të mira për të dhe për ndihmën që i ka ofruar gjithmonë. Ajo thekson se ishte një motër e vërtet që e ka përkrahur në çdo sfidë të mundshme. Edhe pse je motra e madhe e shpatit, ti për mua ke qenë gjithmonë si një motër e vërtet. Më ke dhënë dashuri pa kushte dhe më ke qëndruar afër në çdo hap. Urime magjistratura zemra ime, suksese në çdo rrugë që do të ndjekësh dhe e di me shpirt që shpatish pafund krenar për ty, për forcën, për zemrën dhe për faktin që nuk u dorëzove kurrë. Të dua shumë Jehona. Shkroi Selvia në profilin e saj në Instagram për krah fotos. Kujtojmë se Pat Kasapi ndroi jetë në fund të muajit nëntor pas një sulmi në zemër. Ai vdiq në moshën 40 vjeçare derisa ndodhi me familjen në Itali, ku nga burimet bëhet me dije se Pat Kasapi kishte shkuar për të kuruar djalin e tij. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.